Parja për dikon është gjithçka, për dikon vetëm ja plotësu kushtet që i mungojnë. Mirë po pa para s'u bë kur gjë. Parja edhe të mbyll rrugët edhe të qelë, të dyjat. Si të ka dikush pare tepër atëherë më rrin thujse në hanë. Ju m'kolla në gërbet, unë s'ku mujt me qëndru, s'ku mujt me i përballu gërbetit. Këla mendon që i shdesh me konë sipas juve paga mesatare me bu një jetë normale? Pa shef thashtë edhe 2000 euro me pas ato s'është normale. S'dalin as 2000 euro? Pa s'dalin as 2000. Unë në 1200-1300 euro s'muj me i përballu me. Qa mendon parja, ata shton lumturin, ati zgjidh problemet, a gjithçka? Parja për dikon është gjithçka, për dikon vetëm ja plotësu kushtet që i mungojnë. Juve të cilat? Për mu, Gjithçka po. parja ka vlerë, parja është e çmueshme. Mirë po pa para s'u bë kur gjë. Që t'i qelë këtë rrugët, a? Parja edhe të mbyll rrugët edhe të qelë, të dyjat. A marit me që pesh pak edhe luksi tepër? Si të ka dikush pare tepër atëherë më rrin thujse në hanë. Po. Tregon atëherë gjëja më e vështirë që t'ka ndodhur. Gjëja më e vështirë që më ka ndodhur. S'di qysh me thonën. Çka t'ka ndodhur më vështirë? Se arrankor po t'ja pat një ke dërzu. Gjëja më e vështirë është që tore kompletën, edhe jam halon shërim. Qaj është? Breve dore. Me këta djetit i thoi brusalic. Kështu është ajo fleksa, me thonë me të e komplet. Që ato në di që i më koni të rënditën një jetë që është gjoja me vështirë që i kom pasën një jetë që i kom përjetu. Po, të punu. Po. A mendon që kena na sigurit mjaftueshme në punë? Jo, s'kepi kur farë sigurie në heqë. Absolutisht, s'kepi kur farë sigurie. Ju i ka në rartë punës, apo? Jo, vetë, më konë privat kështu. Vetëm s'ka kur farë sigurie, kur konë. Qa mendon se po iken kretë jashtë, sidomos ta të rritë? Tash ajo është çështje e çdo njonit, çdo kush e ka atë simpatinë e vet, çdo kush. Qa mendon për jetesën? Këto, vendin tonë, sa? Po, S'po rrim për çunat me. A ke provu ti vetë, a e kon gërbet? ju m'kolla në gërbet, unë s'ku mujt me qëndru, s'ku mujt me i përballu gërbetit, po thom kështu realitetin në varet se çfarë të ardha kanë njerëz, çfarë probleme kanë, që kanë situatën, ata s'munën me qëndrua, ata që munën deri dikon mu gjindën, ata nuk shkojnë, sigurisht. Ata që janë shumë ngarkum, shumë ngarkes, kanë obligime, edhe pa tjetër, kanë shumë, besoj që i shkojnë mo. Këla mendon që i shdesh me konë sipas juve paga mesatare me bu një jetë normale? Pa shef thashtë edhe 2000 euro me pas ato s'është normale. Që s'dalin as 2000 euro? Pa s'dalin as 2000, por kështu që janë çmimet edhe në çfarë rrethona jemi, unë e vetë i dyti tash për momentin jam shpe mirë, po kom mësafire, kom një pa mesa krejt, unë në 1200-1300 euro s'muj me i përballu me dalin, a thonë thjeshtë, kështu bashkë me shku të luksuzi, me blet, po çdo muj jo këpucën, jo ato, jo këto, jo jaknën, jo këmishën, nuk dalin edhe 3000. Në hangër me shtë dhe të dali. Jo, përmesh, veç për piqes dalin, se jo për që dhe sa. E gjëja me e bukur s'ka ndonjë sa arrankor. Asë në. Jo, po që se moj menë, unë i pipoj 60 vite, i moj menë që shjo. Thuaj çka. Fëmijët e mi kur kanë pasën, kështu që kanë lindur një nështue, që ato i kanë pasën kështu gëzime, përjetime. Gjëja me e bukur që kanë. Faleminderit shumë për kohën që kanë. Edhe ju e falemderes. A ja vlen në punë në Kosovë tregom? O, gjithësysh. Tash shkon orë kuqe, shkon orë punë. Rruga me zamora dikon 700-800 euro. Se për shembull çështë që punoj unë, e kem për shembull 3 herë ditë pauzën. Rrugën e tramvajit e kem 80%, rrugën e tramvajit e marrëm që 20 vjet. Muj edhe në Po, fund. një rrugë ki bakshesh. Bakshesh. Me një hak punëtore kur harë nuk sheh. Me hangër njerëz në punëtorit. Shefi tam më i mirë. S'ka sysh. Një Faleminderit. Valla me dirë. Po punon në Baushtella çka? Punë fabrikë. Fabrik. Punoj me 2 ditore, firmuri plast, bukosh.
A ja vlen e punu në Kosovë tregom? O gjithçysh. Tash shkon orë kushte, shkon orë punë, është shumë më mirë. A i keni kushtet e mira në puna jo? Po, për marak. Sa është një rrogë maksimale? Rruga me zamora dikon 700-800 euro. A mund në shumë me majtë familje me 700 euro? Po 800 euro më kanë që onë për shembull një jetë, për zonë, që organizon vetën është shumë mirë, ja vlen, mund me ja dalë, Ja të vlen. kujt. A mëna në herë me në shu Kosovën tregom? Jo kur. Pse? Se për shembull çështë që punoj unë, e kem për shembull 3 herë ditë pauzën, 3 herë ditë. po kem 9-12 në 3, shtunë dile pauzë, pushim kena, rrogën e tramvajit e kem 80%, 2 javë verës, 2 javë dimri kem pushim me pagesa, festë kem pushim me pagesa, gjithë. Edhe rrogën e tramvajit e menja. Rrogën e tramvajit e morëm që 20 vjet. Që 20 vjet e menja. Prej natën punoj këtë punë, edhe aty jem në ofër trat punëtor, gjithë na ketë në rregull. Tregom çfarë si vëllai kur e me rrogën e tramvajit kallzon punë. Ta si maknoska, më më parë më shku me Brezovic. Brezovic. Po, mos ki jot. Do më të muj edhe në Po, fund edhe një rrogë ki bakshesh. bakshish. Po, prej firmës. Do më thonë pasit kushtet e mira. Po, për marrë. Mua në ku sa në ku një. Ja, heq absolut. Të tregom sa orë ditë punon? Prej 70 deri në 5. Nëse për shembull punon ai orë më ekstra, të paguajnë më Po, ekstra? paguhet 80%. 80%. Po, 80% paguhet në çka punoj mas orarit. Që është me punë shtunë, paguhet 2 fish. 2 fish. Po. Që ka fortë pas këtë firmën aty. Po, të firma. Për natën 9, se 26 vjet. Për shembull, më mor 4000 euro ti në Zvicër, 4000 frank rrogë. A Po, çel shu? Jo, se ato a kemë pagu panis, rrym, ujë, bërllok, këto s'kemë pagu kujtë, këto vesh për me hongre pi. Shpinë e kemi shpinë, kirën e kemë, shpenzimet e vogla, mesatare, familjar, jemi vllazi, jem kallabllak në shtëpi, jem domethëntar në shtëpi, se cilin në rroga, Do më të ndosh se cilin rroga. secili. Shoqja punon, vllazniti punon, shoqja, baba punon, nona e merr në pensioni. Ju s'peksh të kesh përsen Po, valla. nuk vaje, por s'kemë shka me hik. Çka kishe pas shef mi thon ato në shefave që i në hak punëtorëve. Ah, loj, me hi hak punëtorë kur herë nuk sheh. Me hongër njerëz në punëtorit. Sa të mund në punëtorit ofër, sa mund në minimum punëtorit. Është mirë edhe për firmë, edhe për punëtorë, për gjithçka. A ish dosh të kesh shefa më ia dhon rrogën e tramvajit punëtorëve. Ajo çdo kund boton. Dikon nxit valla rrugë 4 muaj ka. Zvicër. Po, Çka kishe pas shef mi thon shefi tot. unë 3 vjet jam kon Zvicër, po kom punu me 2 ditar me punë teme, çka Punën e jena. jetë, ke punuar Puna, atje. po janë. Atje kum shku, kum bë motën, mi kanë punë ditar pikturë, atje kum bë montimin. Te i kum mësu ta koleg, kur e kum mësu ata koleg, na jam këtu në vetknet, tash ata. I bon edhe atje që i dhon zanat? Po, Çka kishe pas shef mi thon shefi tot në këtë momente. shefi tem, më i mirë. Ma S'ka i- qysh. Tu i zoti valla. Kalam mirë mos e lë, Qe, çfarë qe, respekt. qe. Për mirë. Kom mësu që pa punë nuk bën, por si profesor që jam, si picamen që jam, si ty punat që i kry. Do të thonë ti punon edhe si picamen, si profesor? Po. Para ditë zakonisht shkollën për 7:30-ve, ta në picamen punoj Do për me thonë- 3 deri kanë 10 e gjys. Do me thonë me çto dy puna kom arrit me marru shtëpinë vetë në Kosovë, hiç pa shkon në Zvicër as në Gjermani as kërkon. Tregom çat kam mësu jeta.